Emocion jete ishte ekspozita që u qel në mjediset e bibliotekës publike Marin Barleti nga piktoria Sidita Islami. 42 punime në vaj, akrilik, tekstur janë realizuar nga Islami në 2 dekada. Ato erdhen për publikun si një dëshmi se puna dhe pasioni janë ato që udhëheqin. Ekspozita u kurua nga pedagogja Ermir Jahja. Është shumë e rëndësishme për gjithë trit që e kanë pasion me shpirt, sepse unë jam e dëshuar shumë mos artit. Edhe kam prit me pa durim që një ditë se s'bën kam dashur, është për mua është shumë e madhe që me arrit këtë ditë si një gru familjare, një nanë 4 fëmijë. Kjo ekspozitë vjen me gjithë freskinë e saj dhe emocionet dhe kompozimet që ka sjellë Sidita dhe të gjitha përbën janë 42 punime në portrete, siç e thash, në kompozime, në një natyrë e qetë, të gjitha janë në teknike nevojë, akrilikut si dhe tekstura. Pra, Sidita vjen guximshëm edhe nëse ajo nuk e ka shkollën e lartë, pra nuk njihet si një artiste profesioniste, por ajo është dhe më shumë se kaq. Është një artiste që guxon, që vjen me gjithë qiltërsinë e saj, me të gjithë butësinë e saj si grua, por dhe me të gjithë forcën e saj si grua. Sidita Islami ndonë se nuk e ka profesion pikturën, e ka pasion dhe thotë se do të vazhdojë të punojë për të sjellë të tjera vepra dhe ekspozita për publikun.